Kapiteni legjendar I klub futboll Lushnja, Mikel Canka, ka zyrtarizuar rinovimin e kontratës për sezonin 2025-2026, duke vijuar kështu rrugtimin e tij të paharrueshëm me fanellën verde e jeshile. Canka nuk është vetëm numri 10 I skuadrës, por simboli I një përkushtimi të rrallë, leadershipi dhe dashurie për qytetin e tij. Me këtë rinovim, ai konfirmon edhe një herë besnikërinë ndaj klubit dhe tifozëve lushnjar, të cilët prej vitesh e shohin si një ikon të futbollit myzeqar. Në një intervistë ekskluzive për televizionin Apollon, Canka u shpreh me emocion, duke thënë se së bashku jemi më të fortë, kemi ende shumë për të dhënë dhe për të shkruar faqe të reja në historinë e futbollit shqiptar, ka theksuar ai. Futbollin e qytetit e Lushnjës dihet që është një diçka që gjithë I kanë sytë e sportit të Lushnja, dihet kur bëhet fjalë për qytetin e Lushnjës, ka tifozëri që kanë ato veprat e tyre që I kanë treguar në stadiumet në çdo qytet Lushnjës, që mblidhen, bëjnë diçka, interesohen për ekipin e Lushnjës. Këtë vit ka nisur shumë mirë, domethënë me rinovimin e disa lojtarëve, dhe shpresojmë që të vazhdojmë me njëjtin situatë për të bërë diçka të bukur për qytetin tonë. Rinovimi im ka ardhur për arsyet e besimit të stafit drejtues, dihet unë kam akoma për të dhënë për qytetin tim. Kam akoma për të ndihmuar disa sportistë që t'japin më të mirën për këtë qytet. Nuk jam vetëm një sportist, por jam dhe si një pak trajner, do thosha, që ndihmoj djemtë të rinj që kur ka diçka të bukur ta bëjmë, të organizojmë bashkë, t'japim më të mirën, që të bëjmë diçka të bukur për qytetin e Lushnjës. Sezoni futbollistik 2024-2025 u mbyll dhe Lushnja qëndroi në vendin e 7. A ka ndonjë perspektivë, cili është mendimi juaj për nisjen e sezonit të ri 2025-2026? Lushnja gjithmonë kur bëhet fjalë për kategorinë e parë nis gjithmonë për pretendent për kategorinë e parë, për synimin që të ngrihet sa më lart, të ngrihet në superiore. Po kishte një 2 vjet që ne po hasim vështirësi, vazhdonim bënim një ekip për pretenduar, po rrugës vinte diçka ndryshe, nuk shkonin gjëra siç duhet. Këtë vit që shkoi, ne bëm një kampionat shumë të mirë, paraqitëm shumë mirë, pavarësisht se nuk dolëm të aty ku donim në vendi parë gjejtë 4 para, donim të ishim aty. Hasim akoma vështirësi rrugës, kështu që bëm një kampionat të bukur. Shpresoj që këtë vit të bëjmë akoma më të mirë se I vjeçëm. Canka është përsëri në fushën e futbollit apo fushën e blertë. A ka të tjerë me emër ekipi Lushnjës për këtë vit që do jetë në stafin e tyre? Canka do jetë në fushë, po fal atyre djemve që janë, sado që nuk është emër që lakohen shumë, po janë djem shumë mirë sportistë, shumë mirë që ka dhënë më të mirën për këtë ekip dhe do japin akoma këtë vit që vjen gjë më të mirë. Tifozët lushnjar sa po futen në fushë apo në tribunë, gjithmonë kërkojnë dhe lakojnë emrin tuaj. Si për këtë Canka? Është diçka kur e merr që një qytet, siç është për shembull, marrim shembull, ekipet e tjera kanë dikë, një idhull të tyre dhe ata duan që unë t'jap akoma për qytetin e tyre, kam besim të aftësitë e mia, gjë që kam treguar edhe në fushën e lojës, kështu që unë mundohem t'jap më të mirën akoma. Ka pas raste që kam zhgënjyer, dihet, po janë të njëjtit që më kanë përkrahur, edhe pse I kam zhgënjyer, më kanë përkrahur akoma. Ne duam mendimin tuaj, a pretendon Lushnja për të hyrë në Super League? E thash dhe pak më parë që Lushnja asnjëherë nuk nis me synimin që pretendon në kategorinë e parë. Lushnja gjithmonë synimin e ka për të ngritur në superiore. Kështu që është gjë që dihet, Lushnja është Lushnja. Synimet e Lushnja gjithmonë për superiore. A ka ndonjë mesazh Canka për sportdashët lushnjar dhe për futbollistët e rinj? Mesazhi im është I qartë që këtë vit me këtë ambient që është bërë këtu, po me përkrahjen e tifozërisë lushnjare do I kemi edhe më të thjeshtë ekipet për të mundur brenda qytetit tonë. Gjë që kemi treguar kur kemi pas ndeshje brenda Lushnjë dhe kur kemi pas publikum në krah, kemi dominuar çdo gjë. Kurse për sportistat e rinj, bëj thirrje që t'japin maksimumin e tyre, të japin më të mirën e tyre për Lushnjën, pastaj më vonë mund shohin dhe karrierën e tyre për më lart. Faleminderit.
Klub Futboll Lushnja e mbylli sezonin 2024-2025 në vendin e 7 në kategorinë e parë dhe rinovimi me Cankën është një sinjal i qartë vazhdimësisë, stabilitetit dhe ambicieve për një sezon të ri më të suksesshëm. Për te i fushës, Canka mbetet një motivues si palodhur, një shembull frymëzimi për të rinj dhe një model profesionalizmi për çdo lojtar. Tifozët lushnjare kanë pritur këtë lajm me entuziazëm, duke e konsideruar rinovimin e Cankës si golin më të bukur të merkatos verore, një simbol i zemrës verdhe e jeshile që nuk plaket, por forcohet me kalimin e viteve.